në këtë sezonin e këtij viti, sepse bëhet fjalë për një nga figurat kryesore të krimit organizuar në Tiranë dhe jo vetëm, siç ishte Gilman Todani, i ka shpëtuar disa herë atentateve kriminale, por që deri në këtë kohë fatmirësisht i kishte shpëtuar, por që tashmë vim në ditën e sotme kur ai vetë sapo kishte dalë nga burgu, pra kishte pak kohë, gati 1 vit e gjysmë apo 2 vjet sapo kishte dalë nga burgu, sepse kishte përfunduar një dënim prej 12 vite burg për heqje të paligjshme të lirisë në kuadër të grupit struktural kriminal ndaj Yli Beqaj, por edhe për gjovenje ndaj këtij biznesmeni, dhe që vim në një moment kur Gilman Todani ishte larguar gjatë këtyre 2 viteve nga Shqipëria. Sapo kishte mbërritur në aeroport. Sapo kishte mbërritur sot në aeroportin Nën Tereza, pikërisht nga Spanja. Me sa duket, personat që e kanë mbikëqyrur dhe që kanë dashur që të bëjnë atentatin, janë siguruar mirë. Kanë patur edhe informacion që mund ta vlerësoja, informacion të dorës së parë, informacion 10 si quhet żargon. Dhe që kanë organizuar dorës së parë që të dorës së parë që në momentin që ai sapo ka zbritur, ata kanë pasur listën e gjitha udhëtarëve të avionit. Dhe kjo listë del zakonisht ose nga agjenci turistike që presin edhe biletat njëkohësisht të udhëtarëve, ose direkt nga policia kufitare e cila mbikëqyr të gjithë listën e pasagjerëve, jo vetëm të avionave, por edhe pasagjerëve detar, edhe deri diku të pasagjerëve të transportit urban. Sidomos lista e pasagjerëve të transportit ajror është domosdoshmërisht që duhet të mbikëqyret, por që ajo që më përbën në të ditë të rënduar sot, jo vetëm për shkak të ngjarjes, por edhe për shkak të një situate tjetër, sepse është një fakt tjetër që ka ardhur tashmë si informacion. Shoferi i Gilman Todanis që ka shkuar në aeroportin e Rinasit për ta pritur dhe për ta marrë dhe për ta çuar pikërisht në destinacionin tjetër, në banesën e tij ku ai jetonte, është pikërisht një punonjës policie dhe që ka aderuar dhe aderonte ende edhe sot pranë agjencisë mbikëqyrjes policore në Policinë e Shtetit apo në Ministrinë e Brendshme. Pra shoferi i Gilman Todanit është pjesë e AMP-s. Shoferi i Gilman Todanit që sot ka mbetur i plagosur, Muçi Shaljani, është punonjës i agjencisë mbikëqyrjes policore e cila ndodhet në varësi direkte të Ministrisë Punëve të Brendshme. Pra që kemi të bëjmë me një personazh që mbante edhe funksionin publik pranë Ministrisë Brendshme, nga ana tjetër ishte edhe shofer i një eksponenti të lartë të krimit organizuar në Shqipëri, siç ishte Gilman Todani.